Presidenti Donald Trump nuk ka qenë kurrë një njeri që pyet se çfarë mund të bëjë për vendin e tij. Në mandatin e tij të dytë, ashtu si në të parin, ai po vën në provë kufit e asaj që vendi mund të bëjë për të. Ai e ka përqendruar energjinë dhe kreativitetin e tij në shfrytëzimin e presidencës, duke zbuluar publikisht shumat e mëdha të parave që njerëzit, korporatat dhe kombet e tjera janë të gatshëm të derdhin në xhepat e tij, me shpresën se pastaj do ta vërë pushtetin shtetëror në shërbim të interesave të tij. Një analizë e udhësishme nga bordi editorial i gazetës, i mbështetur në analizat e organizatave mediatike, tregon se Trump e ka përdorur postin e presidentit për të fituar të paktën $1.4 miliard. Ne e dim se kjo shifër është sërish minimale dhe nënvlerësuar, pasi një pjesë e fitimeve të tij mbeten të fshehura nga publiku dhe ato vazhdojnë të rriten, kështu që prej rizgjedhjes në detyrë, familja Trump ka fituar të paktën $23 milion vetëm nga licencimi i emrit të tij jashtë vendit, një hotel në Oman, një kullë zyrash në Indinë Perëndimore, një fushë golfi në periferi të Riyadit në Arabinë Saudite. Këto janë disa nga më shumë se 20 projektet ndërkombëtare që po zbaton organizata Trump, të cilat shpesh kërkojnë bashkëpunim me qeveritë e huaja. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, këto marrëveshje i kanë sjellë miliona dollar familjes Trump, ndërkohë që administrata i ka trajtuar këto qeveri në mënyrë të favorshme. Një shembull, administrata pranoi të ulte tarifat e paralajmëruara ndaj Vietnamit, rreth një muaj pasi një projekt i organizatës Trump nisi ndërtimin e një kompleksi golfi prej $1.5 miliard jashtë Hanoit. Zyrtarët vietnamez injoruan ligjet e vendit të tyre vetëm për të përshpejtuar zbatimin e projektit. Për më tepër, Trumpët do të arktojnë $28 milion nga Amazon për një dokumentar rreth Melania Trump. Amazon pagoi shumë më tepër për të drejtat e dokumentarit me titull Melania, sesa ofertuesi tjetër më i lartë, dhe shumë më tepër se sa kompania ka paguar më parë për projekte të ngjashme, siç raporton edhe Wall Street Journal. Jeff Bezos, kreu i Amazon dhe një nga njerëzit më të pasur në botë, ka arsye të shumta për të fituar favorin e administratës aktuale, duke përfshirë rregulloret antitrust, kontratat në industrinë e mbrojtjes dhe kontratat federale të kompanisë së tij hapësinore. Kompanitë e mëdha të teknologjisë dhe medias i kanë paguar Trumpit $90.5 milion dëmshpërblime që pas rizgjedhjes së tij në detyrë. Këto pagesa kanë ardhur nga platforma X, ABC News, Meta, YouTube dhe Paramount, dhe asnjëra prej tyre nuk kishte një bazë të fortë ligjore. Për shembull, Paramount pranoi të paguante presidentit $16 milion për pretendimin e tij mbi redaktimin manipulues të një interviste të Kamala Harris në vitin 2024. 3 javë më vonë, Komisioni Federal i Komunikimeve miratoi një shkrirje prej $8 miliard me kompaninë Skydance. Katari i dhuroi Donald Trumpit një avion prej $400 milion, të cilin ai do ta përdorë si Air Force One gjatë presidencës dhe planifikon ta mbajë edhe pasi të largohet nga detyra. Trump duket se e pranoi që kjo dhuratë do të ndikonte në qëndrimin e tij ndaj Katarit. Ne do ta mbrojmë këtë vend, deklaroi ai në Doha, fill pas ofertës së Katarit për aeroplanin. Familja Trump ka fituar gjithashtu të paktën $867 milion përmes kriptomonedhave të ndryshme. Shitja e tyre ka qenë padyshim burimi më i madh i të ardhurave. Njerëzit që synojnë të ndikojnë mbi politikën federale mund të blejnë kriptomonedhat e familjes së tij, duke transferuar para tek Trumpët përmes marrëveshjeve që shpesh mbeten sekrete. Një rast publik, një kompani investimi e mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe njoftoi planet vitin e kaluar për të depozituar $2 miliard në një nga kompanitë e Trump, vetëm 2 javë para se presidenti të jepte vendit qasjet e mikrochipat e përparuar. Në përgjithësi, Trump ka përfituar nga rikthimi i tij në presidencë një shumë të barabartë me 16.822 herë, më shumë se sa të ardhurat mesatare të një familjeje amerikane. Etja e tij për pasuri është e paturpshme, shkruan New York Times. Gjatë gjithë historisë së kombit, presidentët e të dyja partive janë kujdesur të shmangin qoftë edhe dukjen e përfitimit nga shërbimi publik. Ky president shtrydh me gëzim korporatat, mburret me dhuratat e huaja dhe feston rritjen e pasurisë së tij. Kur presidenti Harry Truman u largua nga detyra në vitin 1953, ai nuk kishte as makinë. Ai dhe bashkëshortja u kthyen në Missouri me tren dhe jetuan për një kohë vetëm me pensionin e tij si ushtarak. Dhe ai refuzoi çdo punë që e shihte si komercializim të figurës së tij, duke thënë, ata nuk duan të punsojnë Harry Trumanin si person, por ish presidentin e SBA-s. Ndërsa Trump planifikon që t'i marrë me vete dhuratat luksoze, numërimi që bëm përqendrohet vetëm në fitimet e dokumentuara. Shifra prej $1.4 miliard është minimumi dhe jo llogaritja e plot. Kultura e korrupsionit që po nxit vrrullshëm Trump është e dëmshme sepse shkatron legitimitetin demokratik të shtetit dhe minon besimin e popullit tek përfaqësuesit e tij. Aristoteli paralajmëroi 2000 vjet më parë, kur qëllimi i qeverisë ndryshon nga e mira publike tek përfitimi privat, kushtetuta bëhet një guack bosh. Shtetet e Bashkuara
rrezikojnë të bien në këtë spirale cinike, ndërsa institucionet po shkërmoqen për hir të përfitimeve personale.